që e them këtë, por kjo po thoni, zoti Hoxha, ju po thoni që nëse dikur u reklamonte policimi në komunitet, tashmë po bëhet patronazhimi në komunitet, edhe pse deri në këtë moment mund të ishte roli patronazhistit disi i fshehur, tashmë është publik dhe i mbrojtur ligjërisht. Tashmë i mbrojtur ligjërisht dhe imagjinoni, ai thot 25 VKM-ja, thot 25 orë vullnetare, punë vullnetare, po themi, në javë. Ndërkohë që kodi punës për punë të rregullt e ka 40 orë punë në javë. Cili qytetar, sepse ne e dim kulturën, mentalitetin, mënyrën e organizimit tonë shoqëror, cili ka mundësinë që të bëjë një angazhim qytetar 25 orë në javë. Pra është e pamundur, pra mungon motivimi, mungon mënyra e kontrollit kësaj strukturë, një strukturë që nuk është e përcaktuar në VKM se nga kush do kontrollohet, cili institucion. Ajo probabiliteti për që ata të kryejnë vepra penale, veprime arbitrare, të shkelin lirit e drejtat njeriut, të kryejnë akte korruptive, është shumë më i lartë se sa punonjësit e policisë shtetit, megjithëse kemi një polici që theksova më lart, për fat keq që në perceptimin e qytetarëve është në institucionet më të korruptuara. Dhe keq që e them sepse unë kam qenë pjesë e radhëve të saj, por ky është perceptimi i qytetarëve. Në çdo statistikë, në çdo sondazh që është bërë ndër institucionet më të politizuara dhe më të korruptuara. Një koment të cilën e pash edhe online, zoti Hoxha, ishte se në mandatin e 4 Rama po tenton që të rikthej ata spionat 5 lekësh. Nuk e di sa qëndron kjo. Shiko, kjo është absolutisht e mundur sepse thash, mënyra e rekrutimit tyre, mënyra e thithjes tyre burimeve nuk bëhet nuk është e formalizuar. Ato do vinë në mënyrë rutinore, sipas njojeve personale dhe politike që kanë, sipas kontributit që kanë dhënë në fushatën e fundit zgjedhore dhe në fushatat tjera. Ju garantoj për këtë, dhe këto do vinë duke bërë këto qokat, këto nderat të cilat i kanë personat që i kanë shërbyer në këtë fushatën e fundit dhe tjera me radhë që shërbejnë partisë, do të rekrutohen, do të shkruhen si polic apo oficer vullnetar, si çfarë titull, se mund t'i vënë titull kështu grada fiktive, po i themi, sa për t'i afruar, dhe mënyra nuk është strukturuar dhe mënyra se si këta vërtet por këto shpenzimet, sepse do të dënjojnë vetëm shpenzimet, por jo që dojnë me pagesë. Apo nuk është prej qartë mënyra e pagesës tyre, mënyra se si ata do të 25 orë janë shumë, 25 orë në javë nuk mund të vi kush vullnetarisht. Pa do keni mënyrë pagese. Kjo është një formë tjetër se si do t'i thithin këto burime njerëzor dhe si do t'i përdorin politikisht, sepse nga ana profesionale ata nuk mund t'i përdorësh. Nuk kanë as trajnim, sepse që një oficer, thash më lart, oficeri i policisë gjyqësore, duhet të ketë minimumi 2, 3 apo 4 vite. Kjo është minimumi. Dhe kurse oficerët tjerë për këtyre shërbime rende e sigurie duhet të kenë minimumi një formim prej 6 muaj në Akademinë e Sigurisë. Është e pamundur Akademia e Sigurisë me kapacitetet që ka dhe mundësitë që ka që të përballojë një numër kaq lartë të angazhimit të qytetarëve që duhet të angazhohen vullnetarisht në policinë vullnetare për një kohë kaq shkurtër dhe të trajnojë. Ata nuk kanë arritur të trajnojnë realisht oficerët e policisë të cilët sot po shërbejnë në mënyrën se si shërbejnë ato qytetarëve, po kemi parë oficerë patrullave të përgjithshme, pra punojës patrullave të përgjithshme, punojës të rendit, punojës të krimeve, oficer, shefa krime, shefa sektorësh, deri ke drejtues të policisë, të cilët ushtrojnë funksionet e tyre në më shumë ndihmë të politikës, se sa në Jo, zoti Hoxha, një gjë që din ta bëjnë mirë si policia e rendit, rrugorja, por edhe ajo bashkiaket,